një vend në Shqipëri që I bashkon të gjitha besimet fetare, dhe kjo është kisha Shnandot në Laç. Po ka një periudhë ku lutja dhe sakrifica bëhen madhështore, deri në mrekullibërse, dhe kjo periudhë janë 13 të martët të Shnandot. Po kush ishte Shnandot? Çfarë kuptimi kanë 13 të martat dhe cila është historia e këtij vendi të shenjtë? Me qindra besimtar dhe jo besimtar, I bashkohen këtij devocioni të shenjtë shpirtëror, I cili, edhe pas sfidave të mëdha, nuk ka ndalur kurrë që nga shekulli 13. Kjo kish e ka marrë emrin nga Shën Antoni Padovës, I cili gjatë shërbesave të tij ka kryer mrekulli. Ai nuk e vizitoi kurrë Shqipërinë, por ka vizituar zemrat e shumë besimtarëve, të cilët udhtojnë nga anë e mban për të drejtuar lutjet e tyre në këtë tokë të shenjtë. Mrekullitë e tij ende jetojnë në rrëfime dhe dëshmi të treguara nga besimtar që kthehen çdo vit me të njëjtën shpresë në zemër. Sheti Shnandot ka bërë mrekullit mëdhona. Tu kanë njerëz me aftësi të kufizuar dhe janë qenë ka. Ju keni ndonjë histori tuaj? Ja, s'kena histori për Zotit, I kena shtëshë mirë. Shpresojmë ke Zoti gjithmonë. Vim gati çdo të martë. Nga cili vend? Nga Fani Mirdic. Vim se të vim në rastin e pashve, po çdo të martët që janë të martët e Shnandot, vim këtu ke kisha Shnandot për marsi, për fat, për gjitha merat e Zotit, ne ka fal Zotit. Lutëm për veti, për kalamajt, për gjithë. Merat për rrët e shpejse, për gjithë katolikët e Shqipërisë, kudo që janë. Po, ne vim vit për vit, jemi nga rrethi I Fierit, nga Roskoveci, edhe jemi të organizuar sot 35 veta me autobus, edhe kemi gjetur mirësi këtu të kisha e Laçit, kam pasur borin tim edhe ka gjetur mirësi këtu të kisha e Laçit, para 15 vjetësh. Kishte probleme me trupin e tij, pa fuqishëm, Ju jeni besimtar të Krishter? Po. Po ndërkohë këtu vinë edhe besimtar të tjerë. Të gjithë vinë, nga të gjitha trevat vinë këtu, edhe kanë gjetur mirësi këtu. Ne vinë vit për vit. Një të martë, 13 vjetësh, këtu vinë vit për vit. Edhe kemi gjetur gjithmonë paqe mirësi këtu. Gëzuar për të gjithë edhe Zoti I ndihmoft të gjithë. Pa, dhe nga vini ju të dy? Nga Roskovec. Nga Roskovec. Si keni emrat njëri thonë? Unë e kam Sara, edhe në shkurt e kam dhe Sara. Po ti? Anduel, kur në shkurt e kam anë. Ju vini sa herë vini këtu? Vini për herë? Po, I vim për verë. Kemi besim. Dua të lutem, të sidhe mirë, të mësoj, të je mirë. Edhe ti je kaq I bukur sa je. Po. Të sidhe mirë, bëhem të një mirë, të respektoj Zotin. Si lutër Zotit? O Zot, më ndihmo për... Ka emocione. Të ndihmo. Që si shpirtohet, na ndihmoj Zoti, ja këto ja. Nuk të bëj mirë, keq më zbëj. S'ke mundësi me bë mirë, ama keq më zbëj. Kjo është parimi. Për të mirat e familjes më ne dhanë kaqë betim, inshallah këto lutë në vëndëpër. Çfarë keni gjetë kisha Laçit që vini? Vazhdoni të vini. Po ja, dhurata se ne ka dhënë Zoti këto janë. Hajde Zheva, hajde. Ma e I mira. paq me jetë. Këto hanë inshallah. Jeni moft kisha Shnandot të gjithë shqiptarët. Edhe ty o shpirt. Përshëndet fëmijëve. Nga vini? Nga Gjakova. Vini e keni bërë traditën? Vini shpesh? Po. Qa jeni besimit të Krishter? Po, absolut. Që keni gjetur këtu në kishën e Laçit që... Alo s'kam po shumë. Pse është hera parë që vini? Po, unë jam hera po. Po familja vjen shpesh. Se s'keni ardhur herë tjetër? S'em kom këtu. Jam në shtetet jashtme. Qa do të themi gjithë shqiptarëve sot nga ky vend I shenjtë? Jeni moft gjithve. Është një vend I mrekullueshëm, shumë bukur. Më pëlqen. Shumë bukur. Me hecë më rrugë drejt, më rrugë Zotit, kush hecë më rrugë shtrenjtë, ja thërës I ven qafën. Ja, ne këtu nuk mallkojmë. Nuk mund të mallkojmë nga këtu. Jo, I mallkoj, se ti bjesh ati gjetrit më qafët, e zënsh rrugën, e ti marrë gjanë, e ta grabisi shu. I mallkoj, s'ka gale me të mallkoj këtu, se ato të pajës janë altë. Ti gjykojnë ai?
E ka ngjuj fjallët e që e thot ai. Ai lekbiba i Zafbega, se thot, zotit shef këtë që t'jesh, ato të pa çdo gjë shat për shtëp. Mas këta si bën gjën tinës, apo vedha tjetrin tinës. Apo futën burgat tjetrin me krime, me maskarallaqe. Ja ka ti, e ja dhe këti. Ai ka vra, ki në burg këto, pse s'dim s'ka ku përgjigjet sa mrejnë në burg. Ai vrat travet, i tjek atje. Në 150.000 euro, ne, i hek të rakofoma ati, ja dhe këti si janë burg Për çau lutet sot? Ha? Për çau lutet sot? O zot, më hiq rëb të këshi për para. Më hiq rëb në kesë shafët. Për çfarë më lut? Që, sa bon Allah. Po, ju rëbi, ku da? Ku da që t'jenë, rëb që shtë në. Shof me thëmë, s'ka shtë të tjetër. Shpresa të në mbaj. Shpresa, për këki, si janë altë. Këna ngil me shpresë ke zoti, kur ka pastana të vlesnit leshi. Po, Qeveria, ku është? Si shefat të mburg, pra, vrat aje këtu do flasim për qeveri. A edhe këtu do flasim për qeveri. Aje i shef, leta, mos mërzit. I shef. Zotëria, ti si thua? Vazhdo ti. Si thua? Ky vend është i shenjtë dhe këtu flitet vetëm për Zotin. Këtu flitet se çdo njeri që vjen këtu vjen nga halli, nuk vjen asnjë nga e mira, vjen për të lutur, për të hequr një ligj që ka, për të lutur për punën, për jetën, për shëndetin dhe për të gjithë mirat Nga vini ju sot? secili që do ky njeri. Unë vi nga Elbasani, fshati i Elbasanit. Kam një autobus edhe sjell njerëz çdo të martë, por në këtë vend tu nuk e di. Është shumë vend i shenjtë dhe ndjejmë një kënaqësi. Ju i siguroni njerëzve transportin, si keni parë, vinë edhe besimtarë, jo vetëm katolik, apo jo? Po, vinë dhe besimtarë. Dilës javën e parë ishin edhe njerëz që sapo kishin mbaruar agjërimin, edhe erdhën, edhe u lutën, edhe ndezën qirinte për çdo gjë. Sa bukur. Shumë. Ky është shumë vend i shenjtë. Luma ai që vjen në këtë vend këtu, ky vend bën shumë mrekulli. Ju vetë keni edhe një mrekulli që e keni përjetuar ose dëgjuar nga të afërmit tuaj, se të na e tregoni? Po, kam shumë që kemi dëgjuar. Që kanë ardhur njerëz me barela dhe në fund fare kanë ikë me kam të veta në shtëpi. Kanë ardhur njerëz që nuk flishin prej vitesh, edhe kanë ikë duke folur, ka ardhur goja e shikimi e tjera me radhë. Është vend i mrekullive. Padre, kisha plot. Kështu ka qenë që prej 17 marsit kur nisën të marta? Po, zakonisht gjithmonë është plot. Sidomos 13 martit njerëzit besimtarët bëjnë zakonisht nga 3 marti, kështu që gjithmonë është garantuar, po thona, numri i konsiderueshëm i besimtarëve. Pra kur s'ka mundësi 13, i redukton e i bën në 3. Sigurisht. Zakonisht të bash 13 martet do të thotë kesh, po thona, luksin e kohës, sepse koha është e çmueshme për të gjithë, atëherë janë shumë njerëz, janë në punë, është pak problem. Kështu që mund të jesh ato që janë pensionista ose një që ka këtë, po thona, privilegjin e kohës, po, domethënë luksin e kohës. Përndryshe zakonisht vetëm 3. Ose zakonisht shumë prej besimtarëve mos i dalin prej punës vinë këto, por. Po çfarë janë 13 martat? Atëherë 13 martat janë një përshpirtni që ka lind me një herë mas vdekjes së Shnanov të Padovës. Shnanov ka vdek me datën 13 qershor të vitit 1231. Dhe nga që ishte edhe gjatë jetës së tij ishte shumë i shenjtë, në të vërtetë bati një jetë shumë të përshpirshme dhe ka bërë mrekulli si në jetën e vet, po mësone shumë ma shumë mas vdekjes së vet. Po njerëzit nga që kishin nevojë gjithmonë për një mrekulli, për nevojat të tyre, si më thanë fizike ose shpirtërore, gjithmonë janë drejtuar Shnanov të Padovës. Atëherë fretit kanë thonë që atëherë bëjmë këto 13 marta, në mënyrë që nga që vdiq me 13 qershor, atëherë bëjmë 13 marta edhe ishte e marta ajo ditë që ka vdek.
Edhe për këtë arsye është bën gjithmonë bëhen të 13 marta rresht përpara festës së Shnandov. Shnandov, ky shenjë që nuk e ka vizituar ndonjëherë Shqipërinë apo jo? Jo, do të thonë shumë njerëz thonë edhe ju do të ngjoni masë nëpërmjet rrjeteve sociale, por në bazë të burimeve historike, në shkrimeve tona nuk ka ardhur kurrë në Shqipëri, po ka ardhur vetëm për shpirtëria, do të thonë lutje të devocioni kundër këtij, po. Por fizikisht, do të thonë Shnanov nuk ka prek kurrë në tokën shqiptare. Ai vërtet është prej Portugalit, nga Lisbona. Ishte një murg, përpara ishte një murg agustinian në vërtet. Edhe në qytetin ku ai jetonte, si murg agustinian, aty kanë prunë prej Marokut 5 frejtë tonë të parë që i kishin martirizuar në Marok. Atëhere prej dëshirës së madhe, do thot me fitu martirizimin edhe me fitu jetën e pasosën, ai që vdes për Zotin fiton jetën e pasosën, atëhere edhe Shnanov kishte dëshirë pra më bën frat franceskan për me shku në Marok. Por e ka bërë gjithçka, ka bërë gjithë ecjen për të shku në këtë qëllim që ai ka pas. E kur ka hyp në anije për me udhëtu për Marok, në vërtet anijen e ka shty era, e çoi në brigjet e Italisë, të Sicilisë asaj kohë. E mësane ka përfunduar në Itali, në Padova ku ka jetu. Pra, ai kishte një projekt tjetër, po Zoti ka projekte komplet tjetër. Do të thonë edhe apo ajo çka don Zoti, mësane Shnanov gjithmonë ka një ata çka superior, do të thonë ai guardiani superiori ka kërku, e për këtë arsye ka këtë famë. Cilat janë mrekullitë që ka bërë Shnandov? Mrekullitë janë nga matëndryshme, ju do të ngjoni jo vetëm në përbot që ka një devocion të jashtëzakonshëm, por edhe në vendin tonë janë pafund me histori që tregojnë njerëzit. Për shembull, edhe gjatë jetës së tij, tregohet, do thani ka një ndër mrekullitë. Dhe ishte në, po thona, bisedë për sa i përket vërtetësisë së korpit të Krishtit, sepse ishin edhe në atë kohë kanë ekzistuar njerëz që kanë pas probleme me besimin, do të thonë që kanë vështirësi të besojnë. Jo vetëm tash, por gjithmonë kanë ekzistuar njerëz që kanë dyshuar etj. Atëhere, Shnanov për me i me besu këto njerëz, çka i ka thonë, është po bajmë provën. I ka thonë me lanë mushkën, e ka lanë 3 ditë pa hangër. Edhe i kanë masanej, kur kanë dashtë me bajmë provën mas 3 ditëve, e kanë dhanë jonxhen, barin, do të thonë për me hangër, të mushka, edhe Shnanov ka dalë me hoste. E kur ka dalë me hoste, mushka u lull në gjuj, nuk shkoj të sana me hangër të bari, por ka ullë në gjuj për me adhuru me të vërtet Zotin të pranishëm në Eukaristi. Kjo ishte një mrekulli që me të vërtet i ka bëm me besu këto që nuk kishin këtë problem besimit. Masanej edhe, nuk di a dini apo jo, por edhe vetë Shnanov, kur ka vdek edhe ju dini se prishet, se më thanë, trupi njeriu, do të thonë, prishit, kurse gjuha nuk është prisht kurrë Shnanov. Sot e kësaj dite ka, do të thonë, trupin gjuhë e ka të paprishme. Si e shpjegon këtë? Kjo është sigurisht është një fenomen i jashtëzakonshëm, është një mrekulli, sepse Shnanov me të vërtet ka fol në gjithë mirë, ka fol për Zotin. Dhe gjithmonë ka pas emrin e Zotit e fjalën e Zotit gjithmonë në gojë. Për ta, nga që ishte edhe gojamit, do të thonë, edhe njerëzit shumë kanë shkuar vetëm me një gjuhë fjalë të tij, pse si ishte fjalë amël, fjalë mirë. Edhe atëherë për ta Zoti ka dashur pra që t'ia ruajë gjuhën krejt paprishme edhe sot e kësaj dite. Kjo është një mrekulli që Zoti ka bën nëpërmjet këtij Shnanov që edhe njerëzit me besu sa rëndësishme është edhe gjuha që do të flasim gjithmonë mirë. Po edhe pas vdekjes së tij, ka shumë dëshmi të besimtarëve që tregojnë mrekulli. Ju ka ngelur ndonjë në mendje ose me biseda që bëni me besimtar histori njerëzore që dini? Po. Shife, edhe tjertë kur më pyesin, gjithmonë i tregoj, sidomos ato që kam pas përvojë vetë, që kam njoftë vetë, do të thënë besimtar.
është një vajzë ne ka ana Veriut, është s'po tregojmë edhe vendet se do të mesin anonim njerëzit gjithmonë, ose do të tregojnë vetë ato se Zoti ma ka bërë këtë mrekulli, por ne të tjerë do të tregojmë gjithmonë me anonimat. Që do të thotë në vërtet ky person ishte keq ka ana psikologjike dhe kam pa me sytë e mi, kam pa që hante dhe gur. Kjo është që e kam pa vetë, e kam konstatu vetë, s'mund të thoj dikush për jo për e kam një gjuhë, e kam pa vetë. Dhe njerëzit e këtij personit e kanë sjell këtu, e kanë lutë Zotin nëpër ndërmjetësinë e Shnanout, edhe Zoti me të vërtetë e ka shnosh këtë person, edhe sot e kësaj dite do është përsëmarit shumë mirë. Do të thënë që kjo është një, mëse ne një punëtor i joni po thotë një ditë për një person që ka pas probleme edhe me me drejtsinë, edhe policia ishte në ndjekje këtij personit. Diku thonë ka una mjerditësi ishte ky person. Gjithsesi ka ardhur për me ardhur këtu të kisha Shnanout, se kishte jetë, kishte bën jetë, kishte dëshirë të jashtëzakonshme me ardhur në këtë vend. Dikush i ka sinjalizuar të policinë, shifë se është të shku të kisha ky personi. Edhe kur janë afru shumë, ky ka shkuar më fut të proj kishës, si thënë, gjithë njerëzit e njohin proj kishës, të proj poshtë nesh, dhe për medal ka una tjetër. Po thot ky punëtori jon u bën mjeku, thot, se më vërtet ishte qelli sot ashtë shqipje, s'ka asnjë rekord. U bën, thot, aq mjegull, si re e fort e dendur, s'ka mujt, kërkush as policë s'kan mujt ma me pa rrugën as me hec përpara. Atëherë janë këtu mbrapsht. E la, thot atë. Ai burri i zotnia ka shku anash, ka dal ka mali tjetër, ka artu, ka bon jetën e vet, edhe ka shku në shtëpinë vet. Don kjo dhe masa shumë e thjeshtë, po tregon me të vërtetë atë person që ka, po thonë ka besim dhe ka dëshirë, mund të ketë një mrekulli prej Zotit, se kjo varet prej fesë, prej besimit. E kjo është me rëndësi dhe do të thënë kisha gjithmonë e thekson këtë ose nënvizon që ajo që ka bën mrekullin është feja, besimi që do të kenë në Zotin. Nuk janë as si më thanë as lutjet, mundesh me thonë shumë lutje, por kur se ke fen nuk kanë dobi ato. Vetë Zoti thotë në Ungjil që po të kishit pas fe, sa është fara si napit, ti thosh ti malit shkullu thot me gjithra e hidhun det, thot ashtu do të kishte ban. Pra ajo që ka ban, mrekullina është besimi në Zotin. Nuk e ban as ven. Veni ka, vërtet është një ven i shenjtë, është edhe shëjtnu prej lutjeve të meshtarëve, të njerëzve, të besimtarëve, të tjerë, prej sakrificës njerëzve. Edhe ka edhe forcën e vetë si vend, por gjithsesi ajo që ka ban mrekullin është vetëm besimin në Zotin. Kjo me rëndësi të mallit ta nënvizoj. Megjithatë, Padre, ky është një vend që bashkon besimtarë të çdo feje. Po. Sigurisht që shumica, po thona, janë besimtarë katolik. Jena të sigur, jena qartë, të më thënë, përse për këtë kësaj. Gjithsesi, njerëzit të regojnë, për shembull, ti vetë marrë këtu, kur shkon masë në shpitane, shëthu se njerëzve tu, se miqve tuj, isha në kish laqit sot edhe u knaqa me të vërdet edhe, i të regojnë të përshtypje tuja. E sidomos njerëzit, masë kur kanë një mrekulli tjetër, çka bajnë, ato të regojnë tjerëve. Bires po më thote një vajzë që ishte eksperte e komunikimit, thote që një lajm i mirë, thote, ose një që mund të flasi mirë, mund të ndikoj, thotë, 5 vetë, thotë, me jamu shpenet, se është e vërdet kjo që ka përjetu. Kurse, thotë, një që për në lajm të kesh, thotë, me një herë, thotë, po thonë, në nërthojza, i infekton, thotë, 20 vetë, imagjinoje. 20 vetë, për fatkeq, për shembull, ka ndodhur një ngjarje tjetër, 20 vetë i mushet me një që mos më shku më në atë vend, imagjinoje. Kurse për lajmin e mirë vetëm 5 vetë, imagjinoje, domethënë është një proporcion, kështu që do të jena shumë kujdesshëm. Pires thot fjala urt që thot e mira shkon në shtëpinë të breshkës, kurse e keqja për fat keq në shtëpinë të kalit, domethënë që hec me shpejtësi. Po ndërkohë, ka dezinformim për fen në ndonjë? Ka keq informim? A flitet sa duhet? A besojnë njerëzit? Shiko, gjithsesi përsa i përket
për sa i përket besimit, kjo është një çështje shumë delikate, është gjithmonë çështje delikate. Atëherë ato që e njekin besimin si duhet, ato edhe janë të informuar edhe njekin si duhet. Tjerë për fat keq mund të jenë një tek tuk që e ka gati besim, si thosh, personal, biles thot unë i lutem Zotit direkt, por kjo nuk është krejt rruga që na ka mësuar Zoti. Zoti ka lënë apostujt. E apostujt kanë lënë edhe masarësit të tyre, do të thënë i prezbiterë ose meshtar. Pra, do të ketë, do të thënë, sikur se Zoti ka dërgu Jezu Krishtin që është Zot për ne, pikërisht të bëjë këtë urën lidhëse mes njerëzimit të Zotit, ashtu edhe Zoti Krisht ka dashur pikërisht të lejë apostujt për me bën këtë urën lidhëse. Kjo është fort me rëndësi. Kështu që tash përqinjet mira është as me hyrës, a vështirë të hym një herë përqinjes me klasifiku edhe kush jena na me xhiku. Do të thonë besimi është diçka shumë delikate dhe mësërej janë disa që janë shumë fetar, shumë me njekin rregull, janë tjerë që janë pak ma të ftohtë, ka mesatarja, ka dhe tjerë që për fat keq vetëm këto të besojnë Zotin edhe kaq, jo dini, s'ka nevojë mbase me i thamë, por gjithsesi Zoti vlerëson sa t'i japim. Nëse japim pak, Zoti vlerëson atë pak. Nëse japim shumë, na vlerëson edhe më shumë. Zoti na shpërblet. Jemi gjithë barabartë te Zoti? Zoti na don të gjithë barabartë, po mvaret është marrim masë një shembull krejt thjesht. Mund të jeni zëm shembull 5 fëmijë. Edhe prinja juaj ju japin barabar, ju japin gjana të mira të 5 fëmijëve të barabar. Po njeni prej fëmijëve thotë nuk i dua ato që më kanë, si du kaç, s'pëlqen. Kështu që ashtu është edhe me Zotin, do të thënë Zoti na jep të gjithëve barabar. Shpesh herë na njëri prej nesh nuk duam pikërisht të marrim këto të mira që Zoti na jep. Ose nuk i shfrytëzojmë. Kështu thotë Zoti në Ungjil, që Zoti jep, do të thënë, jep talentat pikërisht që të shfrytëzojmë dhe t'i japim të kthejmë në të mira. Por dikush, mase prej demelis e tjerë nuk i shfrytëzon, por nuk ka se ka mungu Zoti. Zoti është gjithmonë i mirë është. Sikur se prindi që zakonisht nuk noll që i ban dallim mes fëmijëve, ashtu Zoti nuk ban dallim mes bijve të vet. Ndërkohë padet shoqëria po kalon në faza shumë të ndryshme transformimi. Ju si e shikoni shoqërinë sot? Çfarë mungon kësaj shoqërie? Çfarë ju shqetëson juve si njëri që i shërben i kishës, i shërben i Zotit? Shiko, jemi sinqert, falenderoj Zotin që përveç 2 vite që isha në shkollë jashtë, kam bërë një specializim, kurse pjesën tjetër kam jetuar gjithmonë këtu, dhe kam pa, do të thënë, lëvizjen edhe transformimin e vendit tonë. Po thamë të kishe marrë për jashtë rrezik mas me njoftë ma vendin tonë. Shumë ka në shumë. Sigurisht edhe pjesa ekonomike, shoqërore, psikologjia e njerëzve, gati kanë shumë komplet. Sigurisht e kena atë tipikën tonë shqiptare tjerë, por shumë kanë shumë. Çka i mungon? Janë shumë gjana që i mungojnë. Ne si meshtar mendojmë se sparit për fat keq kjo është një fatkeqësi që komunizmi, sistemi totalitar komunist, i ka shkatruar, si më thanë, edhe ndërgjegjën shqiptarit. Nuk e ka më, do të thënë, qytetari shqiptar nuk e ka më ndërgjegjën si duhet. Do të thënë, dikur, biles isha këto ditë të i prediku besimtarëve që kur një më shumë ka vdek, i ka lanë, si thush, po thëna, fjalë nështë ta jo e përshtatshme, jo fjalë shqiptare, i ka lanë amanetet. Dhe i ka thonë bijve të vet, ose bijeve të veta, shikoni të duheni shumë njëri me tjetrin, mos jeni të përçam, jeni njerëz të drejtë, jeni njerëz të urtë me tjerë, shkoni mirë me të gjithë, mos i boni dam kuj, mos i boni keq kuj. Gjitha këto ishin porosit që prind kanë lanë, në për bijtë e tyre ose për një pa përmesë. Kështu, pse kanë bërë këto? Pse se ishin të bindur se e mira duhet të triumfojë. Kurse sot për fat keq, shohim që njerëzit për ndërgjegjes, nga që nuk kanë një ndërgjegje të ndërtuar si duhet, atëherë mas e thotë edhe fëmijës,
se e merr ti diplomen, po thonë shkollën, e merr me pare, s'ka asnjë problem, e rëndësishme ti të kesh vendin e punës. Por nëse realisht ky person nuk din me bën punën e vet, po thonë një mjek që s'ka mësu, nuk din me shuru njerëzit, ai rrezik do t'i vrasë njerëzit në si të shirojë. Për këtë arsye është një ndër gjanat më të rëndësishme për ne është ndërtimi i energjetës. Është një dorës parë, është një rëndësi të veçantë. E dyta, për fat keq mase kena këtë na vjen edhe shoh vetë si shqiptar, por edhe vem re edhe në shkrimet, kur nuk krej shërbesat fetare më gjithmonë të lexoj një libër o për shpirtënijet ose historik. Kur lexon librat historik, të gjithë e nënvizojnë këtë gjë. Populli shqiptar thotë është shumë hakmarrës. Atëherë na mungon aftësia të falim njëri tjetrin. Për fat keq. Edhe mase edhe pse ka pikërisht prej mungesës së formimit në energjetës ose pse u shkatërron energjetja. Por një ndër gjanat më tipike të popullit shqiptar thonë, gjithë thonë, është popull shumë hakmarrës. Edhe për këtë arsye, ajo çka do të kena na parasysh si popull është sparit ndërtimi i energjetës dhe falja, pajtimi mes njëri tjetrit. Do të thonë vetëm këto mund ta bëjnë me të vërtetë, se këto ndërtojnë atëherë njeriu më të shnosht, njeriu e drejtë, njeriu e sinqertë etj, që do të jenë bazat të një shoqërie. Ndërkohë, përveç ndërgjegjjes, komunizmi e shkatroi dhe kishën. Si është historia e kishës, ngritja pastaj? Atëherë, gjithsesi ai sistem totalitar komunist ka menduar se me shkatrimin e kishave, mbylljen e institucione fetare do zhdukë dhe besimin, gjë e cila nuk ka ndodhur, sepse besimi është në zemrën, në shpirtin e njeriu dhe në mendjen e njeriu të besimtarit. Dhe për këtë arsye, shumë ka vrarë dhe shumë i peshvi, meshtar, rregulltar i ka futur dhe ka pas edhe murgesha, unë kam njohur që kanë bërë burg. Një murgesh ka bërë 5 vjet ka bërë burg, një murgesh, motër Gjeorgjina, motër Stigmatine. Që do thotë, ato kujtoshin se me pushkatimin e klerit, me mbylljen e institucioneve, do të zhdukin besimin e fetar. Por besimi fetar është thellë i ngulitur në zemrën e njeriu të energjetën e tij. Për këtë arsye, ato kanë shkatruar dhe shumë kisha institucione. Për fat mirë, po thona kanë në shumë vende të Shqipërisë, kanë met ose për muzeum ose tjerë, po janë disa kisha që janë origjinale, janë shumë shekullore, që për tash është një pasuni e jashtëzakonshme për vendin tonë, për kulturën tonë, për artin edhe për trashëgiminë tonë kulturore. Gjithsesi, ajo çka ka ndodhur është në 1967, sikur si dini, në vërtet qysh 1944 mbrapa, kur ka hyrë komunizmi deri në 46 ose 46 që i thojnë Toskët, në vërtet ka pas sekuestrimin e disa institucioneve, kishave, kuvendeve, manastireve të tjerë, që i kanë tjetërsu në shërbim të komunizmit. Ndërsa në 1967, besoj si ju dini, me dekretin që ka nxjerrë diktatori me 6 shkurt të 1967, bllokonte, ose ndalonte çdo aktivitet fetar në mënyrë absolute. Masanej, në atë kohë, sidomos ka ndodhur edhe prishja e disa kishave. Kishës tonë këtu për shembull, kjo në vërtetë ka lënë edhe pak se e bën depo për armatime të tjerë, po komunistët kanë pasur se këtu vishin edhe njerëz për të lutur, edhe pse ishin depo armësh, po u lutshin këtu në oborre të tjerë. Bënim fshehurë. Po, fshehurë si pak se kanë dëgjuar askan ato vishin njerëz me fe. Por puna e fesë. Gati të merrshin pasojat. Po, sigurisht. Njerëzit kanë sfiduar dhe policinë si me njek ata çka i do të zemra, domethënë besimin që kishin. Por kur komunistat mësane kanë pasë njerëzit s'ka burë nëne që të ndaloje këto, atëhere kanë vendos me sheme, me komplet, e kanë përsh me themele, për fatke që kanë hellë dinamitin, o marë rënoj këtu, ishte grumu. Mes në kena një foto në vendin tonë, që është vetëm rënojat. është një foto që i përket vitit 1985.
rrafsh me tokën gjithçka. Por masanej, se pyetja ishte se si ka ardhur ringritja e kishës. Falenderojmë Zotin sepse Zoti ka treguar me të vërtetë që është i gjithë pushtetshëm, edhe me 8 dhjetor ju dini me lëvizjen e sidomos e rinis në asaj kohë studentore, sidomos të universiteteve, ka bërë të mundshme rrëzimin e diktaturës komuniste. Ajo çka ishte e rëndësishme, do të thënë liria fetare vjen nëpërmjet veshjes së parë të kremtuar në mënyrë publike, se edhe me shtarë tonë kanë kremtuar disa prej tyre kanë kremtuar veshjen edhe shehurëzi. Por në mënyrë publike ishte vetëm me 4 nëntor të 1990-s prej Dom Simon Jobanit në varrezat katolike të Shkodrës, varrezat e Armaj. Dhe aty, masanej, gati thush në të gjitha kishat, gati ka pas mesh natën e Krishtlindjes, po të 1990-s. E mbrapa kena vazhdimisht, rritet fetare të zhvillume, sakramente tjerë, dhe masanej, hap pas hapi edhe ringritja dhe strukturave të kishave, të kuvendeve, të manastirëve të tjerë. Legjendat thonë se dikur kisha e Shnandot ishte menduar të ndërtohej pranë kalasë së vjetër të Sebastias, aty ku mendohet se dikur ngrihej një qytet antike. Jo, gjithsesi nuk ka diçka burimi historik, nuk ka. Kjo është thjesht një legjend që shtetit në fakt ti do të ndëgjosh edhe për kisha tjera, jo vetëm për këto. Por gjithsesi nuk kena një gjatë të sigurt nuk ka për sa i përket të vendit tonë këto. Edhe kjo është thjesht një legjend. Kisha gjithmonë ka shekuj që është këtu. Po nga lidhja e legjend, pse duhet? Pse u përfol se do ringrihej atje? Sparet na do të thona se ballë për ballë nesh, ballë për ballë kishës Shnandot, janë edhe rënoje të pakta të një qytetit të lashtë, do të thonë Sebastian. Atje në vërtet ishte kisha mrena, sepse ishte qytet. Edhe nga që ishte qytet, ka pas edhe i pezhin e vet. Se zakonisht në kohët e kalume, në çdo qytet të madh ose vend të banuar ishte i pezhvi. Edhe atje ishte kisha dhe kanë pas nevojë me ndërtu pak më poshtë sepse ishte atje. Ndërsa këtu është ndërtu mase tash ne nuk dim për fat keq sepse nuk i kena shumë të dhëna, nuk i kena. Gjithsesi me shekullin e 4 të mrapa ne kemi një vend kulti që është shpella Shëmbllashit poshtë. Vend lutjet, vend i shenjtë, ku besimtarët shkojnë e luten, dhe është vend Pelegrinazhi 13 martë. Tash nga që ka pak shkallë, se është poshtë kishës, në të njëjtin drejtim me kishës është poshtë, kështu që thjesht do të me pas kam të mira me shku, do të kesh shnetën e mirë të shkosh deri atje. Sigurisht gati të gjithë shkojnë. Ka raste njerëzit që janë për vrapë, janë për shpejt, atëherë vetëm vinë kish, por zakonisht të gjithë gati shkojnë edhe atje poshtë. Mase këtu nuk e kemi prek këtë histori, por nga që ka jetu Shëmbllashi, ishte i pezhi Sebastis, dhe ishte vendi ku mshihej Shëmbllashi, pikërisht kjo shpella. Sepse në atë kohë kanë pas edhe ato kundërshtarët e vetë, si ishte një sekti i agrikolas, i agrikolau. Dhe ato i zhdukshin të krishterët, kudo që i kanë pa. Edhe atëhere zakonisht kanë godit të parin e klerit, që është i pezhvi, sepse dhe vetë thotë të shkrimi shenjtë se duhet një rabariut për me marrë grigjën, se edhe ato i bjeshin dhe i pezhvit, pikërisht për mirë zhduk edhe krishterët. Kështu që atje ka jetuaj, dhe nga që ishte njekje, atëhere shkoj mshet pikërisht të shpella Shëmbllashit. E dikush i ka thonë se dikush ka zbulu se ku mshitesh, atëhere ai u largu prej këtu dhe u msheh në pyjet në afërsi të Durrësit. Po atje e kanë zbulu edhe e kanë martirizuar, ja kanë prek krytin. Sot quhet Shnavllashi i Durrësit, që është edhe manastiri i kishës ortodokse, është pranë e kishës ortodokse, por aty ka psu martirizimin Shëmbllashit. Por njerëzit, nga që këtu ka jetu, do të thonë vendi që ka jetu, vinë pikërisht të shpella për më lut aty se veni shenjtë që ka jetu, ky shenjtë i madh që ishte i pezhvi i Sebastis. Sa është shpellë e vogël, sa vazhdon? Sa janë? Jo, aty janë 5-6 metra, do të thonë ku mund të hyjnë besimtarët.
Ndërsa një pjesë tjetër, ajo si shpella shumë e thellë, por është shumë e rrezikshme, edhe ne e kemi mbyll pikërisht për me rujt besimtarët, sepse pra tani nuk lejohet. në fund të shpellës së poshtë, se masanej bjen poshtë. Se një farë pikë shkon drejt, masanej janë punë 2 metrash, masanej bjen poshtë. Edhe atë janë shumë, unë s'kam hyrë kur, por është shumë e rrezikshme, se mund të rrshjasin edhe këmbë edhe s'delmon. Tash unë nuk i dim se nuk na thonë gjitha gjanat, por e dim se ka hyrë deri aty. Po deri ku është aty sepse është një vend që njerëzit vejnë krytin ose kokën, si thotë ose. Gjithë shkojnë aty. Pse? Sepse ishte pikërisht vendi simas traditës, simas gojdhanave, duhet se shëndashi hyni pak si barka, se kur shkoj ka fundi i shpellës u çon kam. Po nga që ishte i gjatë, burri i gjatë, atëherë për mas me dëmtu kokën e tij, u spustu guri komplet. Edhe ka formën e krytit, për ta njerëzit shkojnë gjithmonë e vënë krytin atë. Për ne besimtar katolik jena në 8 ditën e Pashkët, kështu që për shumë vjet e gëzuar Pashkët të gjithëve, të gjithë besimtarëve, sidomos të gjithë ato që e duan Zotin. Edhe ajo çka unë e kam për zemër, besoj se edhe kisha ka për zemër shumë pajtimin me njën e tjetrin. Kjo është fort me rëndësi, sepse thamë se populli shqiptar është një popull hakmarrës, na thonë të tjerët edhe e kanë vënë pa, kështu që ajo çka është edhe Krishti ka ardhur për me vu paqen mes njerëzve. E kështu që ajo çka i uroj është të kenë paqe në familjet e tyre e bekime gjithmonë. Pasi kemi ndezur qerin dhe jemi lutur për njerëzit që na do zemra, një qiri shkon dhe për ju, që ndodhen jashtë dhe për 100 arsye nuk keni mundur të vini në këtë vend të shenjtë.